edhe ka ndodhur, ka qenë incident brenda fushatës së LDK-s dhe ka met bukur shumë i pasqaruar. Incident? Incident politik, jo incident fizik. Në është kur fizik, po s'kom ni. Gjatë fushatës, të është disa ditë, kur tani më dije që po shkojmë zgjedhje, ki pas një acarim të Lumir Abdigjikut dhe Përparim Ramës, i cili u reflektu me krijimin e qeverisë shumicës në Prishtinë që Përparim Rama bëri. Dhe me largimin e disa figurave të deleguara nga LDK-ja dhe mbajtjen e disa të tjera. Ajo ndodhi mos e ma keq, të më thonë, disa ditë para zgjedhjeve. Edhe në ato u përfshin dy protagonistë që konsiderohet që mund të jenë dy lider. Njëri është dhe njëri mund të bëhet. Pra dy figura që ekziston një fashprese e biletit juaj, i cili thotë që shta mund me udhë. Namën militet tu në qasone. Namën militet tu në qasone. Ti është me i spot, ke? Jo, do të Prishtinë si një dhone. Ashtë të mamisht të ti. Nashtë. Po të thëmë, jo me siguri po të thëmë. Që s'paku dy figura premtuese. Si që mund të thëmë edhe Vjosa Osmani është figurë premtuese. Na muj me thonë, jo, së është ajo, është i kartë, është dikush që votu si LDK-s e ka qmu. Si do qoftë. Edhe Përparim Ramën votu si LDK-s e ka qmu, sepse e ka bo 2 herë kryetar në një betejë që ka qenë e vështirë. Sigurisht. Kundër vetëvendosjes. E cila e ka dominuar. Nuk ka qenë mirë po. Është përzgjedh më bo një betejë e përqut e LDK-s e cila do i kemu bashku brenda Prishtinë 2-3 nështë edhe deto kora, 2 javë para ditë. S'ka pas ma shumë, veç ma pa. Para fitores madhe të bashkimit të së djathës. Çfarë serioziteti është që kjo? A më ka zua, e keni diskutu në ashtë to? A e keni komentu që tonë me zveti? 3 ditë para zgjedhjeve me nxjerrë Andorën të rrethi madh aty. Do zënë edhe ndodhin rastësisht, po që to janë kështu vet aksidente, këto janë vet sulme, me më qumi me më shu vetës në kom. Pam, edhe me thonë, me plagosët vetëm. Pivita i zgjedhjet. Qysh pivita i zgjedhjet? Qatë komen e plagosë që tha nuk e ka marrë vesh alo publiku që ka ndodhë që aty. Nëse më lejon, dhe pora incident është performon të takimit, nuk është që jo morë ma pjesë. Edhe nuk menoj që du në morë se është përbën interes. Politika e faqë është e mirë, po për pjesën e shkarkimeve është për me pas të qartë edhe ju edhe qytetori nëse ishë shkarku 10 LDK-s edhe ishën emru 10 të tjirë të LDK-s, në menën ta mi shu për shtypja që dikun është gabim Lumir Abdigjiku. Edhe po eken 10 njerëz që jam të afert politikisht me Lumir Abdigjikun, po vi prapë 10 tjirë të LDK-s, me cilët unë jam sa në obsesion të afert me Lumir një LDK. Po 3 e ka LDK-ja përsi. 3 drejtar. Po. 3. Edhe kjo mu ngrijon për shtypje tjetër. Që nuk është çështja e gabimeve në raport me emrat që Lumir Abdigjiku si kryetar ose LDK-ja si parti i ka delegu për një udhëheqje pozitat ekzekutive, po është një çështje tjetër e cila ka shpërthyer në momentin ndoshta kur është konë më pavalishme për LDK-n për me kriju situatën të cilën e ka kriju në Prishtinë për me rrinë numrat që i theksut që dëtë që janë kriju në raport me votën ndaj kryetarit partisë në Prishtinë.